Mbi 50 DJ nga e gjithë bota pritet të elektrizojnë Zvërnecin për 4 ditë me radhë, nga data 9 deri në 12 korrik në një nga festivalet më të mëdha të muzikës elektronike që është organizuar ndonjëherë në jug të Shqipërisë. Mbi 10.000 vizitorë të huaj nga vende të ndryshme të botës, si Argjentina, Brazili, Gjermania, Olanda, Italia dhe shumë shtete të tjera, pritet të mbërrinë në Zvërnec për të ndjekur performancat e më shumë se 50 DJ-ve me famë ndërkombëtare. Festivali do të zhvillohet në 3 skena të ndryshme të ngritura pranë natyrës së veçantë të zonës, duke krijuar një atmosferë unike për adhuruesit e muzikës. Menaxherja e eventit pret se kjo është hera e parë që festivali organizohet në Vlorë. Ajo tregon se edicionet e mëparshme janë zhvilluar në Jal, por këtë vit organizatorët kanë zgjedhur Zvërnecin për potencialin turistik dhe hapësirat që ofron. Përshëndetje, unë jam Egli Haska, jam pjesë e Go Wild dhe pjesë e Sundance Festival. Atëherë Sundance Festival është më shumë se një festival, është një rrugëtim shpirtëror që kushdo që ka ardhur ka gjetur veten, është një festival pak më ndryshe nga të tjerët, sepse lidhet shumë me koneksionin shpirtëror të njerëzve, përveç muzikës, domethënë është një komunitet i ndërtuar ndër vite me njerëz të mirë, muzikë të mirë dhe energji shumë të mirë. Festivali nis në datën 9 korrik, zgjat deri në datën 12 korrik, mbyllet në orët e para të mëngjesit së ditës së hënë. Ka shumë emra të njohur, janë 50 plus artistë. Për post emrave të njohur, kemi fatin të bashkëpunojmë me DJ lokal shumë të mirë, siç janë Bani D, që është residenti yni, shumë DJ nga Kosova, që ne bashkëpunojmë ndër vite dhe e përzihem kulturën tonë me të tyre për të promovuar të artistët tanë. Atëherë, Sundance ka nisur me shumë pak njerëz, ka qenë shumë i vogël dhe çfarë bëri ndryshe është që njerëzit nisën të vinin për eventin më shumë se sa për emrat e DJ-ve. Pra u bë një komunitet të cilët shumica njihen me njëri tjetrin dhe ky është edicioni ynë i parë kaq i madh dhe jemi shumë të lumtur sepse ka qenë si një bebe e vogël që u rrit tani dhe jemi këtu. Ka pasur goxha interes, janë më shumë, do të thënë, mund të them më shumë. Ka shumë të huaj, kemi shumë nga Argentina, Amerika Latine, ka nga Brazili, që janë për shembull më ndryshe nga turizmi që ne jemi mësuar të shohim nga Europa, edhe normalisht edhe nga Shqipëria ka goxha, po që jemi shumë të lumtur që kemi cekur një anë tjetër të turizmit që për ne ka qenë e re. Unë mendoj që Shqipëria është një vend fantastik, sidomos jugu. Unë jam vetë me origjinë nga Vlora, kështu që unë e kam shumë të rëndësishme, njerëzit kënaqen shumë, i pëlqen shumë. Dhe nuk është vetëm që festivalet normalisht është një shtesë, një vlerë e shtuar, po është një pasuri shumë e madhe e jona, plazhi, malet dhe mendoj që ka shumë për të ofruar përpos muzikës. Interesi për festivalin ka qenë tepër i lartë. Sipas organizatorëve, të gjitha strukturat akomoduese në Zvërnec janë rezervuar prej ditësh, ndërsa shumë banorë të zonës kanë vendosur të japin me qira banesat e tyre për turistët që pritet të mbërrinë gjatë 4 ditëve të festivalit. Edhe hotelet në Vlorë dhe zonat përreth kanë regjistruar një rritje të ndjeshme të rezervimeve. Një organizim i këtyre përmasave kërkon dhe masa të shtuara sigurie. Organizatorët bëjnë të ditur se gjatë gjithë festivalit do të ketë patrullime nga deti, ndërsa në zonë do të jetë stacionuar 24 orë një autoambulancë me personel mjekësor për t'u përgjigjur çdo emergjencë të mundshme. Gjithashtu do të angazhojnë shërbimet private sigurie dhe forcat të tjera mbështetëse për mbarvajtjen e aktivitetit. Patjetër, duke qenë se festivali teorikisht është 24 orë muzikë, pra mbyllet një stage tjetër, siguria për ne është primare. Kështu që ne kemi ambulancën, kemi dhe një zonë speciale për vitamina, hidratim të shtuar, edhe tek zona ushqimeve kemi ushqime të shëndetshme, për nga të gjitha llojet, sepse normalisht është shumë e rëndësishme sepse pa siguri dhe pa shëndet të mirë nuk mund të ketë as muzikë as argëtim. Unë mendoj që për Vlorën ky është një aktivitet me një vlerë të shtuar, se duke qenë se Vlora është shumë e bukur. Pra ti vjen për një qëllim që është festivali, sheh vendin dhe të pëlqen dhe ti don të kthehesh prapë dhe nëse s'ka një festival. Dhe mendoj që i shton vlerë të shtuar turizmi, pra gjithë këta njerëz që do ta shikojnë. Dhe përpos argëtimit dhe çdo gjë tjetër, mendoj që mund t'i lidhi me qytetin e bukur të Vlorës. Ne duke qenë se ka shumë të huaj, por ka edhe shumë nga vendi, rezervime, do me thënë çfarë janë hotelet të zonës janë të gjithë të rezervuar dhe kemi pas fatin që kemi bashkëpunuar, të gjithë kanë qenë shumë të hapur për bashkëpunim, pra vendasit janë shumë bilet ka pasur, kanë rregulluar, kanë restauruar vendin, janë marrë shumë, janë investuar dhe marr parasysh ka rezervime në Vlorë, ka rezervime këtu në Zvërnec, ka edhe kampingu, pra janë shumë njerëz që do vinë dhe normalisht do akomodohen, kështu që është një vlerë shtuar ekonomike për çdo gjë tjetër. Nga data 9 me 12 korrik ju presim në Sundance Festival që ndodhet në Zvërnec. Në sundancevizfestival.com gjeni biletat dhe më shumë informacion.
Festivali do të nisë mesditën e së njëjtës në 9 korrik dhe do të vijojë pa ndërprerje deri në mbrëmjen e 12 korrikut me performanca muzikore, aktivitete artistike dhe eksperjenca të ndryshme për pjesëmarrësit. Organizatorët theksojnë se qëllimi kryesor i këtij festivali nuk është vetëm argëtimi, por dhe promovimi i Vlorës dhe Zvërnecit si destinacione turistike ndërkombëtare. Përmes pjesëmarrjes së mirë a turistëve dhe pranisë së mbi 50 DJ-ve me famë botërore, festivali synon ta vendosë zonën e hartën e eventeve më të rëndësishme të muzikës elektronike në rajon dhe të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e turizmit lokal.